Sa vite ke që agjeron? Ndoshta mund t'jenë disa Ramazane, disa agjerime, por vallë a janë pranuar ato tek Zoti i gjatësisë. Kjo duhet jetë ajo brenga e secilit. Se ne ndoshta mund të agjerojmë disa Ramazane, mund të agjerosh disa vite rresht, mund të kryesh disa vepra të mira, por vallë a është pranuar ajo vepër. Përmendet për njërit prej shokëve të profetit alayhis salam, thot sikur ta dija se Zoti i gjatësisë ma ka pranuar qoftë edhe një sejdë, nuk do të kishte pra dikush më të dashur ose diçka më të dashur për atyre që nuk janë prezent, pra se sa vdekja për mua. Pse? Sepse me të pranu Zoti i gjatësisë një vepër të mirë, Allah, çfarë mirësie. Pra, imagjinoj vjen hadith profetit alayhis salam se kush agjeron Ramazanin duke besuar dhe shpresuar pra në mëshirën e Zotit të gjatësisë, faljen e Zotit të gjatësisë, shpërblimin e Zotit të gjatësisë, pra siç kuptohet prej hadithit, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Imagjinoj ti me tu pranu agjerimin, me tu pranu një Ramazan. Prandaj e lutim Zotin e gjatësisë që të na mundësoj ta falim namazin, ta agjerojmë Ramazanin dhe ti pranoj veprat e mira prej nesh. Zoti i gjatësisë thot në Kur'an: Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Me të vërtetë, pra pranon Allahu prej të devotshmëve. Allahu na bof prej tyre. Amin.